Zjarri që përfshiu malin e Shëngjinit mbrëmjen e së premtes vijon të jetë aktiv megjithëse me intensitet më të ulët. Gjatë orëve të fundit, vatra e flakëve është përqendruar në anën jugore të malit, mbi rrugën kryesore në lagjen Sake, ku forcat zjarfikse dhe strukturat e emergjencave civile po vazhdojnë operacionin për izolimin dhe shuarjen e plotë të zjarrit. Situatën në malin e Shëngjinit e ka ndjekur nga afër edhe kryetari i Bashkisë Lezhë Pierin Dreu së bashku me drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë së Mbrojtjes Civile, Haki Çako. Ata theksuan se operacioni do të vijojë deri në shuarjen e plotë të flakëve. Pavarësisht nga agravimit të kësaj, kur situata nuk ka dalë jashtë kontrollit në Lezhë, për shkak të një skeme reagimi shumë të shpejtë që ne bëjmë për ta kapur situatën që në fillim të saj dhe për mos ta lënë të agravohet. Kapacitetet dhe gatishmëria e emergjencave civile, Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, mbrojtjes në tërësi të kombëtare, është në nivele maksimale. Vetë qeveria ka fokusuar dhe investuar drejt për së drejti, konsiderueshëm buxhete pikërisht për të parandaluar zjarret, por do të na duhet patjetër bashkëpunimi, mirëkuptimi dhe bashkërendimi me gjithë qytetarët dhe me strukturat vendore dhe ato lokale. Ndërkohë, një tjetër vatër zjarri është regjistruar në fshatin Plan të Lezhës, ku flakët kanë përfshirë një sipërfaqe me shkure dhe bimësi. Forcat zjarfikse po punojnë për ta vënë situatën nën kontroll dhe për të parandaluar përhapjen e zjarrit drejt zonës së banuar. Autoritetet ndërkohë bëjnë apel për kujdes maksimal dhe bashkëpunim nga qytetarët, ndërkohë që operacionet për shuarjen e vatrave të zjarrit vijojnë në terren.